إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet dhe lavdatat I takojnë Allahut të madhëruar, krijuesit fuqiplot. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihëm, përkrahje, furnizim dhe çdo gjë të mirë kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona të përzemërta ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij fisnik dhe gjithë besimtarëve që ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, në këtë ditë të xumaje do të mundohemi që të flasim disa fjalë për shtresën më të fuqishme të popullit. Ajo është rinia. Do t'i themi disa fjalë duke pasur parasysh se kushtet nuk na lejojnë që të zgjatemi më tepër nga shkaku I temperaturave të ulta. Lutim Allahun që të gjithë juve të ju shpërblen, edhe Allahu t'ja u pranon këtë xuma dhe lutjet që bëni në të. Rinia është pjesa më vitale e një shoqërie. Rinia është kristali më I përpunuar I një populli. Kur është rinia e shëndosh, Allahu subhanahu wa taala lëshon bereqet tek ajo mas. Kur është rinia me vend, Allahu subhanahu wa taala lëshon mëshirë tek ai popull. Kështu u gëzuan edhe muslimanët e parë, ashtu siç transmetohet prej Omerit radhiyallahu anhu, kur I ka pa të plesht në xhami të moshuarit, ka thonë I dua fort. Kur I ka pa të rit në xhami, ka thonë dashuria ime edhe më tepër shtohet kur I shoh të rit në xhami. Për shkak se I riu e ka fuqinë, e ka forcën, e ka potencialin e tij, edhe të gjitha kënaqësit nga kjo dunja I kalon edhe vin në xhami, I nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, të nderuar vëllezër, edhe Allahu subhanahu wa taala përmbar neve të gjithëve, e sidomos rinia duhet ta ketë parasysh këtë ajet që do ta lexoj tani. Allahu Dhul Jalal në Kur'an thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thot, kjo dëshiroj që të jetë moto për secilin të ri, të jetë vizioni I tij, këtë ta lexon, ta kupton dhe ta zbaton në jetën e tij. Allahu subhanahu wa taala thot kështu: "Thuaj, namazi im, sakrifica ime, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun, Zotin e botrave." Duhet që edhe jeta e një njeriu të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi on Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thonë kështu në hadithin e tij: "La tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba khisal." Nuk do të lëvizin këmbët e robit kur del para Zotit, para se me u pyet për 4 gjëra, 4 elemente shumë të rëndësishme.
Ajo që neve na intereson, që është tema e jonë sot, është wa an shababihi fima ablah. Do të pyetet kur del para Zotit rinin tënde të cilën e kishe, si e kalove rinin tënde. Gjithashtu pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një rast tjetër tha, igtanim khamsan qabla khams, tha shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjerat. Edhe përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa shababaka qabla haramik, tha shfrytëzoje rinin tënde para se të vjen koha e pleqërisë, para se të bëhesh, do me thonë, i moshuar, shfrytëzoje rinin tënde sa je më i ri. Si ta shfrytëzojmë rinin që e kemi, që Allahu subhanahu wa taala na e ka dhënë? Gjundub ibn Abdullahu tregon, njëri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ishim të vegjël edhe shkuam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishim të ri, ishim të vegjël. Na mësoi pejgamberi alayhis salam për besimin, për imanin, para se të na mësonte për Kur'anin. E pastaj kur na mësoi për Kur'anin, na ushtu edhe më tepër besimin në Allahun subhanahu wa taala, edhe imani në Allahun xhalla wa ala. Obligimet që shtrohen dhe që duhet t'i bën njëri në një, duhet ta ketë parasysh shfrytëzimin e kohës së tij. Çdo ditë e re që vjen, kur vjen dita, kur nçelim syt në mëngjes, edhe vjen dita e re, dita të drejtohet mu edhe ti edhe secilit prej neve me këto fjalë. Thot ene yawmun jadid, unë jam një ditë e re. El-lejlu wan-nahar yubliyani kullu jadid. Nata edhe dita e vjetërsojnë, e bëjnë të vjetër çdo të re. Çdo e re, kur vjen nata, dita dje u ka bo e vjetër, dje që e kalum ditën e ejte u bo e vjetër, për shkak se erdh nata, po edhe nata u bo e vjetër, se sot kemi ditë e re. Thot e vjetërsojnë çdo të re. Wa ala amalika shahid. Dita thot kështu, unë jam dëshmitar për veprat e tua, për punët e tua, për amelin tënd që e bën, unë jam dëshmitar. Dëshmitar e ke ditën, wa ana dhahibun la a'ud. Unë shkoj edhe nuk kthehem ma. Dita thot, unë do të shkoj, do të iki edhe nuk kthehem ma. Duhet të kemi kujdes, mos ta shëndrojmë, çdo i ri mos ta shëndron kohën e tij, ta bën kohë kaotike, të çrregulluar, po duhet të ketë kujdes për kohën e tij. Gjithashtu, në dy që e kam përmend dietarët, është ta llogarit veten e tij. Ta llogarit veten e tij. Sa herë tash që janë netët e dimrit, sa herë kum pi kafe me prindërit e mi, e sa herë kum pi çaj me shoqërinë time. A më shumë rri me shok, a më shumë rri me prind. Se shumë të ri, mashallah, e harrojnë babën edhe nanën, e harrojnë farefisin, kret me shoqëri, kret jashtë, që është gabim. Duhet me ndet edhe me babën, edhe me farefisin, edhe me të afërmit. Kjo është feja e jonë e cila na stimulon me llogarit pastaj veten tënde, çka ke bra për gjërave që Allahu është i kënaqur, edhe çka je ndalu nga veprat të cilat Allahu subhanahu wa taala mund të hidhrohet. E treta është edukoje veten tënde o i ri me ambicie të larta, më të lartat. Pejgamberi alayhis salam kur bonte dua thoshte o Zot, edhe i mësonte sahabët, thonte bëni lutje Firdausin, ajo që është më e larta, xhenetin më të lartë. Edhe një i ri, ambicjet e tija duhet të jenë të larta, të mëson, të shkollohet, të arsimohet. Tani e ke kohën e ri, tash je i ri. Pse? Se shkollimi bëhet kur je i ri. Puna bëhet kur je i ri. Fitimi bëhet kur je i ri. Kur je pastaj, kur të bëhesh më i vjetër, këto gjitha që i përmendëm nuk mund që t'i realizosh për shkak se kret e ka kohën e vet. Kështu edhe e përmend edhe populli. E katërta është që është shumë më rëndësi që dëshiroj edhe ta përmbylli këtë hutbe. Dietarët thonë për një i ri i cili dëshiron që të merret me aktivitete dhe me punë të hajrit, duhet që të shoqërohet me njerëz të mirë. Me ndet me njerëz, me shoqëri e cila vazhdimisht ka me stimulu për hajër edhe për të mirë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij thot el mar'u ala dini khalili, thot njeriu është në fen e shokut të tij. Ashtu sikurse e ka shokun, edhe ai mund të ndikohet dhe të merr vese, edhe merr gjëra të cilat mund t'i mvishen edhe atij. Gjithashtu thuhet idha kunte fi qaumin
fasahib khiyarahum. Nëse je me një popull, shko edhe shoqëroj njerëzit më të zgjedhurit e atij populli, më të mirit e atij populli. Me ata shoqërohu, e mos u shoqëro me më të poshtërtit, për shkak se edhe ti nesër mund të bëhesh sikur ata të këqij. Rri me njerëzit e mirë nëse dëshiron që të bëhesh i mirë. Edhe besimtari nuk ka asnjëherë dhe në asnjë moment nuk mund të thotë që kemi kohë të lirë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Fa idha faragta fansab." Kur të lirohesh, kur të krysh adhurimet dhe ibadetet, përsëri vazhdo me ibadet tjetër. Prap vazhdo me ibadet tjetër, mos thuaj që u kry puna. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej atyre të cilët do të jemi të vyeshëm, do të jemi punëtor në dinin e Allahut subhanahu wa taala, do të bëjmë aktivitete që e kënaqin Allahun, do të bëjmë punë të cilët Allahu do të jetë razi, edhe pejgamberi i tij do të jetë razi me veprat edhe me punët tona. Allahu na mëshiroft të gjithëve, Allahu na i pranoft lutjet dhe duat tona. E kulu hadha al-qawlu astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.